Hajt më ish më tyni, lemre. Ata të gati se ke, se ka vini atë të shpikut vish. E shoki me bo. Hajde, na ditën e Ne mirë. pafshim tish, faleminderit. Atë më së mdallë të zoj flisht. Shimpanza ka donet, pa. Pra, nuk ishte ndonjë muhabet alla që ngritën, sa pashën. Urna? U folë për Suxhuk dhe për një ndaj që ka ndodhur në Bram, nuk është që... Ku din mërë të shfarë neja u kona ja, ku din mërë të shabonat neja, ku din të qësh botë së gjukja. E o, ti dimi lishtë, lemre atë muhabet. Sa kisën këto mas veti, edhe ecë bëca. Se pati kritika për radio tona që temat cilët i trajtojmë ne mirë, po ne flasim për hallet e qytetarëve. Qashtu. Dhe çfarë dëgjuam ishte një copë Suxhuku atje. A keni parasysh? Cili ka me qenë misioni juaj në vazhdim, dhe më thonë, në radion e tonë dhe tonë? Me selamiun një sesës. Edhe... Sot është që kemi, edhe me mshelë sa ma shpejt. Se s'ka pare. Për radios? Ja, s'ka. Vetë majtë, dhe më thonë tash më vendosë në Prishtinë me zyre. Qërat më shtrejt. Ati? Unë më specialira një podcast. A din të provoj pak edhe me podcast. Qështu me thirë një mosafir me full, po edhe mu pa. Se podcasti edhe shihet, nuk është në radio. Ti ofertat, për mënej e kom po që promovon shumë, edhe shumë reklama ki në rana Kemi reklama mirë, po në radio ka rënë pagesa për sponsorizim. Dhe edhe ne kemi pak telashe, mirë po ne për hatër të dëgjuesve do t'ja dalim. Do t'ja dalim. Që që bapturi, asjo që të na për shemull ai sponsor, me thonë sa ajo vish bukën na hik. Na bje që baba. Për sa persona? Ta shtis që baba sën po haqë dhe dit. Po diçka tjetër, Mi a? bjen terën ati mja reklamu se s'po haqa dit që baba, për shemull, po ona i bërë këtu Te e marrë vesh për këtë mujin. Unë i marrë vesh për 6 vjetë me të, që më ma hiq bukën sotër. Ja, vedem mërë ku ka shku niveli. Qështu dhe ne me kompenzime. E ka telefonin e menqem, e në gjep, ku ti sot ki internet edhe bjesh ku do me shku, edhe mund është do më thonë për qef vëshin YouTube kondo gjenin qamili vogël, po flasë unë, shka ngu për shjetan, edhe shkën nga të nërë, do më thonë me qëtë telefon të meqëm, e thirë në radje, edhe thët apë malë shumë filën kongën. Shakim rëlla, a i normal të ja. Po me dhe ajnë është ta ka qef, adin që me komuniku, më socializu pak. Ndryshë, mja shumë selamia. Thërë mamën, komuniko me mamën. Po, ajo, Pastaj i detyron edhe të tjerë ta dëgjojnë atë këngën tënde që po e dëgjon ti, pra është ndëgjimi përbashkët, nuk është ndëgjimi vetëm një njeriu, sepse ti mund të dëgjosh për kufi. Dëgjuesit të mirë. Mos dini hall. Radioloti është me ju dhe për ju. Thirrni dhe aty do të merrni shumë këshilla dhe gjithçka që ju duhet për një jetë të qetë. Kaq. Qashtu. Edhe me Radio Selami unë dhej tajten. Dhe tajten pjasjesëm qilë si në kesme. s'ki marrë që na? Ja, dhej tajten e kem. Okej. Se mo tajten unë del afati qeras. Ja, Tash do të me qyrë deri sa të... Ja, problem është, po të kam dhej. A i buken po ma heka, që bapture, po Shumë mirë, problem. shumë mirë. Kjo po më pëlqen. Mirë, atë sa përshon e radio, Tash me mujtë dhe këta të gjusë të jashtë që po thirën, adin ka pak një dorë me në Allah. ani te e pate një grupë shumë mapë, se s'pju thu gjithë dëgjuzve që më Ka një euro, më një 1200 euro, më mirë dhe, Qashtu. ka 5 euro besër që ti qojnë. Pa ja, po më vjekes mi au lypë. Ja, s'ti në kesh. Ja, po më vjekes, valla. Nësë ti e lijet tash me ta, ti E di. shumë këshilla ju ke dhonë. Po, që ashtu jo kom dhonë këshilla, ata nuk mi harrojnë, se edhe ata mu m'jepin këshilla. Po dorën zemë, ata mu më kanë quk kohën e emisionit. Atave që kam pagu vetën. Unë ju falenderoj shumë që gjetët kohë marrë me neve, edhe diskutuam për gjithë shka. Faleminderit. S'ka përse. A kim të në televizion, diçka më kytë zonin e kanë bombat stik. Po, ani, që stash Me pas pas emisionet të flasim, okej? Faleminderit për ftesën. Shihemi, falenderit.